Mirë se erdhët të dashur ujor. Do bëjmë leximin e radhës për ju, por dua t'ju njoftoj që së shpejti do filloj me leximet vjetore të vitit 2026. Të shohim çfarë do ndodh vitin që vjen dhe çfarë mund të bëjmë që ta bëjmë vitin ai që po vije më të mirë se këtë që po lëm. Dhe të kthehemi në leximin e radhës. Kësaj radhe po ju lexoj Egon. Kam filluar që nga Dashi, të gjithë t'ju jap nga një dush të ftohtë, ta them kështu, se çfarë mund të përmirësojmë tek vetja jon. Egon e juaj jam duke lexuar. Është 9 të kupës, filloj me të. Dukesh i kënaqur, ta them kështu, dukesh i kënaqur, të paktën unë të shikoj nga larg kështu, por kur lexoj letrën nuk më dukesh i tillë. Kjo letër flet për rehati pa thellësi. Ti po e përdor vetë mjaftueshmërinë si mburoj për të mos u lidhur apo për të mos marrur përgjegjësi, çfarëdo që të jetë. Të dashuruarit, kjo nuk është dashuri, kjo është zgjedhje. Je në një kryqëzim, ose vazhdon siç je, ose hyn vërtet në diçka që kërkon prani dhe përgjegjësi. Do thot zgjedhja midis dashurisë dhe diçka që siç je tani vazhdon, ose të japesh më shumë përgjegjësi dhe pranin tënde. Ujori analizon ndjenjat, nuk i jeton. Dhe tani jeta po të kërkon të marrësh anë, jo të filozofosh, të dashur ujor. Faqe e monedës po e trajton, është reale, është dhe ti po e trajton si provë, jo si mundësi. Po ma të gjithë shka, a ja vlen, a më kufizon, a do lodhem, si do ta kem. Ky dyshim i vazhdueshëm po të lë në vendin numëro. Dhe kjo është gabimi. Mbreti i kupës ke kapacitet emocional absolutisht, je i pjekur thellë, i vetëdijshëm, e mban emocionin nën kontroll, aq shumë sa askush nuk e ndjen, nuk të lexon dot, nuk di çfarë po mendon apo çfarë po ndjen. Ti nuk mbytesh në ndjenja, ti thahesh nga mungesa e tyre. Këtë mos e harro kurrë. E vërteta që duhet të dëgjojnë apo të dini të dashur jor, nuk ke frikë nga dashuria, ke frikë nga humbja e autonomisë suaj. Por lidhja e shëndetshme nuk të heq veten, absolutisht, të kërkon atë të jesh vetvetja. Zgjidh dhe mos i analizoni gjërat pafund. Lejo veten që të përfshihesh emocionalisht, apo kudo që të jesh prezent, apo për çfarëdo që të bëhet fjalë. Mos e quaj distancën pjekuri, ta them kështu. Nëse do gjithçka pa u lidhur, në fund do mbetesh vetëm me veten. Do thot, duhet të jeni prezent në një lidhje, duhet të jeni prezent në një situatë, duhet të jeni të qasshëm, duhet të jeni të lexueshëm për të paktën që të mund të lexoj, të marr ato emocione, të marr ato mendime tjetri, çfarë mendoni. Ikja nuk është, ta them, si bje, ikja nuk është po ngatron ikjen me lirin, ta them kështu, se derisa i rash në fije fjalës që dua ta them, po e ngarkon ikjen me lirin. Lirin nuk ta merr askush, ai që të do apo situata që është, do vazhdosh ta kesh lirinë tënde, autonominë tënde, duke ndarë dhe me të tjerët.